Do diskutojmë tani më gjërësisht në lidhjet me përfitimet ekonomike, por njëkohësisht gjeopolitike që mund të ketë vendi ynë nga ndërtimi i korridorit të 8. Më gjërësisht do diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, njohësin e sektorit turizmit, zotin Feriol Tozuni. Zoti Tozuni, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ishte korridori 8 ditën e djeshme, një ministerial ku të pranishëm ishin përfaqësuesit, ministrat e vendeve, ambasadorët njëkohësisht, të cilët përfitojnë preken nga korridori 8. Për ta nisur bisedën, sa i rëndësishëm është një projekt i tillë duke pasur parasysh edhe këto zhvillime gjeopolitike që po ndodhin sidomos në lindjet e Europës? Korridori 8 ka nisur si fillim si iniciativë për të kaluar, domethënë si një aks qendror ushtarak militar. Ai ishte qëllimi primar fillestar fare, flasim këtu edhe ndoshta 30 vjet, 25-30 vjet përpara, po me iniciativë normalisht të Italisë, prandaj dhe në qendër të atij ministeriali ishte ministri italian Tajani, i cili mbajti dhe peshën më të madhe përtej organizimit që u bë nga Shqipëria, peshën më të madhe, ti themi, të diskursit në gjithë këtë gjë. Ishte dhe figura më e rëndësishme. Pikërisht. Edhe për shkak të eksperiencës që ka pasur në BE. Për te këtyre dhe për të treguar dhe njëherë që Italia vazhdon të mbështes këtë korridor, këtë aks të rëndësishëm, për te faktit ushtarak, por duke u mbështetur tashmë edhe mbi baza ekonomike. Ashtu si që e theksuat, ka një rëndësi shumë të madhe ky aks rrugor. Për ne që jemi në Shqipëri e kemi të mirëqenë sepse na duket sikur pjesa më e madhe jemi rritur tashmë me këtë rrugë të ndërtuar. Tani më po bëhet edhe zgjerimi i pjesës më të madhe të këtij aksi, ndoshta edhe pjesa më problematike, pra që nis në Elbasan dhe mbaron në Qaftan, në kufi me Maqedoninë e Veriut. Vërtet u nis si një aks ushtarak, por duhet shohim se çfarë impakti pati zhvillimi i këtij korridori 8 në vendin tonë dhe jo vetëm në vendin tonë. Sepse duke marrë parasysh periudhën në të cilën është ndërtuar, ku ne ishim akoma me rrugë të ekstremisht të vjetra, të amortizuara, zhvillimi i këtij aksi që nisi nga Durrësi dhe përfundonte në Qaftan, krijoi lehtësira shumë të mëdha lëvizje, krijoi komoditet në lëvizje, dhe kur flasim për turizm, për ekonominë, automatikisht e lidhim dhe me aspektin e industrisë turistike, sepse nëse ne sot flasim për 12, 13, 15 milion turistë sa duam të kemi apo sa kemi, është edhe si rezultat i lehtësisë në lëvizshmëri. Janë zona ku kalon ky aks, janë zona relativisht të vështira. Janë dhe malore që nuk është se kanë alternativa të tjera për të shkuar. Janë territore të vështira, gjë që bën akoma më të rëndësishëm zhvillimin e këtyre akseve. Për te fakti që i ka dhënë, në kuptimin e parë të fjalës, i ka dhënë jetë të gjitha qytetave ku kalon. Sepse, nëse ishim Elbasanin, se deri në Elbasan kalon në qytete relativisht të mëdha, kemi Librazhdin dhe kemi Presin, zonat të cilat të qytetet, të cilat janë të vogla, ku i ka dhënë një zhvillim ekonomik të gjithë bizneseve që janë në këto zona. Ajo është rruga e vetë me kalimit, do ndalosh, do konsumosh diçka. Pikërisht për te kësaj, i ka dhënë dhe vizualitetin e nevojshëm zonës. Sepse ne sot, për shembull, kemi pikërisht në këto zona një nga parqet natyrore të vetme të mbetura pothuajse intakte, pra Shrebenik Jabllanica, që lidh pikërisht këtë pjesën nga Librazhdi, ta marrim nga krau tjetër, nga Prensi, duke filluar nga Prensi dhe duke përfunduar në Dibër, i është dhënë akses edhe rrugëve dytësore me anë të korridorit 8. Nisi ushtarakisht për të dalë dhe për të dhënë mundësi lidhjes mes dy deteve të rëndësishme të këtij rajoni, pra Adriatikut dhe Jonit, pra pjesës kjo anë e Mesdeut, me detin e Zi në krahun tjetër, sepse korridori 8 përfundon pikërisht në breg të detit të Zi, diku afër Varnës, në Bullgari. Dhe në ministerial, po të shohim ata që mbajtën fjalimet kryesore dhe diskursin kryesor ishin Italia si iniciatore, Shqipëria si organizatore dhe si nismëtare e
këtij korridoritet, sepse nis nga Durrësi. Po, edhe rruga toksore nga ne fillon. Pavarësisht se fillesa është Brindisi, por rruga toksore nga toka fillojmë këtu tek ne. Nga Durrësi ishte Republika e Maqedonisë së Veriut e përfaqësuar dhe Republika e Bullgarisë e përfaqësuar. Duhet të theksojmë faktin që pjesëmarrës kishte edhe nga vendet të tjera, ku Rumania, vendi më i rëndësishëm i cili ka dhe interes të drejt për drejt nga korridori 8 pavarësisht se nuk e prek, ishte Rumania, e cila përfaqësoi shiko, diku afër në zonën e Bullgarisë për shembull, nis korridori 7 dhe diçka më përpara është korridori 4, që janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me Rumaninë. Rumania nuk ishte e interesuar, nuk është e interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë për korridorin 8, por si fluks, për te fluksit ushtarak, si fluks ekonomik, Rumania përfiton masivisht nga korridori 8. Sepse ndërlidhen njerëmi janë plotësues. Pikërisht, sepse i shkon deri në derë të shtëpisë korridori 8 dhe që aty e ndërmerr me anë të korridoreve apo dhe rrugëve të tjera për të shkuar më tej. Pra, kemi ikur nga konotacioni ekskluziv ushtarak dhe kemi kaluar në atë këndvështrimin ekonomik të mirëfillt, ku u diskutua thellësisht çështja e turizmit, përtej çështjeve ekonomike normale, sepse lidhen dy nga portet më të rëndësishme të rajonit, pra portet në breg të Adriatikut dhe në breg të Detit të Zi, dhe nuk duhet të harrojmë se në Det të Zi del edhe Rumania me Konstancën dhe del më sipër del Odesa me Ukrainën. Ukraina ose Rusia. Varet si do zgjidhet. Ti themi Ukrainë sepse aty janë akoma. Çështja është që nëse porti më i rëndësishëm i Detit të Zi ka qenë në Ukrainë, për shkak të luftës, rëndësia komerciale, ekonomike, por edhe e flukseve ka zbritur poshtë dhe është shpërndar akoma shumë në Rumani dhe në Bullgari, prandaj dhe Rumania është ndërlidhur. Por duke marrë parasysh që Shqipëria në 15 vitet e fundit fluksin më të madh turistik e ka pasur nga Europa lindore. Janë dhe rezultati këtyre korridoreve që janë të ndërlidhura, sepse ne kemi pasur Ukrainën si target për turizmin, Hungaria e cila në aspektin toksor zbriste në Serbi dhe lidheshe në korridoret 7 dhe 4, pra i sillnin flukset dhe bashkoheshin në Maqedoninë e Veriut, në korridorin 8. Pra, nuk janë të rastësishme të gjitha këto gjëra, sepse shumë kam dëgjuar edhe në studion televizive që është thjesht një show. Mund të duket një show këto organizime, po japin edhe një rëndësinë e veçantë dhe sillin në vëmendje natyrshëm zhvillohet turizmi. Impaktin. Normalisht, kalon në disa zona korridori 8, qoftë në Shqipëri, Maqedoni apo dhe në Bullgari, kalon në disa zona të cilat rrezikojnë shpopullimin. Në momentin që ti e riaktivizon në kapacitet, ndoshta jo të plotin 100%, po vazhdon dhe mbështet këtë projekt, atëherë dhe këto zona po bëjmë paketat e maleve, Lidi. Kush është qëllimi? Kemi diskutuar bashkërisht disa herë, që po që se nuk më sjell infrastrukturën mu aty, unë kam të kohë të bëj paketën e maleve. Korridoret të kësaj natyre, bashkë me rrugët mbështetëse anësore, zhvillojnë dhe rigjallërojnë apo rigjenerojnë zonat rurale ku kalojnë këto korridore. Pra, dalim nga një rrugë që ta nisim se do na duhet për të lëvizur ushtrin, në një rrugë apo në një aks rrugor i cili duhet mbajtur sepse po aktivizon, po mban gjallë ekonomikisht vendet respektive. Dhe arrim në pikën ku shohim interesin për ta zgjeruar, siç ndodh në Shqipëri, siç po ndodh edhe në Maqedoninë. Bullgaria pothuajse e ka përfunduar një pjesë, jo totalisht, po një pjesë të madhe, sepse ngelet ajo pjesa që lidhet me Maqedoninë e Veriut, pra dogana e Kriva Palankës, e cila zbret, po që është një aks rrugor i cili edhe ai do të hyjë shumë shpejt në rekonstruksion. Maqedonia që po e sill dhe autostradën deri në Qafthan dhe ne që po e çojmë deri në Qafthan. Dhe duke u lidhur dhe me pjesën e
autostradës që lidh Shkupin me Nishin, me Beogradin dhe del më tutje, atëre fillojnë edhe bëjnë këtë nyjet. Ne na pëlqen kur dalim në Europë, sepse janë autostradë dhe shkojmë nga shteti në shtet lirshëm. Shkon shpejt. Kështu ka nisur të gjitha dhe ato, dikur ndoshta nuk ka nisur gjitha për arsye ushtarake, por i kanë dhënë zhvillim këtyre zonave. Ne jemi pak më mbrapa, ne po e shohim, po e përjetojmë ne këtë nevojë, ndoshta edhe këtë vështirësi, sepse e kemi parë se ç'bëhet me trafikun, po tash këto janë situatat, nuk mund të investimet nuk bëhen për një herë. Po pra, as nuk bëhen për një herë, kërkojnë dhe sakrifisa nga të gjitha palët, kërkojnë edhe mirëkuptim nga të gjitha palët, kërkojnë dhe investime. Sigurisht. Investimet mund të gjenden më kollaj, pra mund të sigurohen më kollaj qoftë grante, qoftë kredit buta, për faktin që si Bashkimi Evropian e ka përfshirë në TEN-T rrjetin e rrugëve të Europës, por njëkohësisht edhe NATO e cilëson si një infrastrukturë strategjike për vetë aleancën. NATO si takon, sepse që aty ka buruar e gjitha. Normalisht që investimet kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë nga fondet e Bashkimit Evropian apo fonde mikste. Bergj, sidomos. Pikërisht edhe nga fonde mikste, sepse kemi pasur për shembull tek rruga që nuk lidhet në mënyrë të drejt për drejt me korridorin 8, por është nga rrugët mbështetëse Tiranë-Elbasani. Është bërë me fonde totalisht jashtë Europe, por që është në benefit edhe të fondeve të investimeve që bën Europa, pra korridoret respektive, por është edhe në përfitim të vendit tonë. Ne ka dashur ndoshta situatat apo ashtu si kanë rrjedhur gjërat, që të kemi mundësi të përthithin fonde apo grante, apo dhe kredit të buta, sepse kanë rolin e vetë edhe këto, nga shumë burime. Pra nuk jemi kategorizuar që presim vetëm nga vëndet e lindjes mes, apo vëndet arabe, presim vetëm nga Europa, presim vetëm nga vëndet e krishtera, pra ne nuk e kemi këtë problematik. Ne i presim gjitha. Ne merremi vesh me të gjithë, duke na favorizuar dhe aspekti kulturor, ndoshta edhe fetar, që jemi të hapur me të gjitha fetë dhe automatikisht me të gjitha rajonet që mbështesin fetë respektive, ne jemi receptiv për fondet të ndryshme, atëre ne mundohemi të përfitojmë. Mund të bëhesh më mirë, e mira nuk ka fund asnjëherë. Sigurisht. Mund të ecim përpara, po ecim përpara. Dikujt i pëlqen, dikujt jo, ka gabime gjithmonë, mund të ketë vend për përmirësime gjithmonë, por ajo çka bie në sy është fakti që ky ministerial tregon edhe njëherë rolin që ka Shqipëria, për të na kujtuar edhe njëherë ne shqiptarëve që nuk jemi ashtu siç e themi gjithmonë të fundit e botës, por jemi të rëndësishëm, na ka dhënë Perëndia që të kemi pozicionin gjeografik apo këto, duhet t'i shfrytëzojmë. Janë benefitet tona këto dhe investimet janë gjithmonë të mirëpritura, nga do që të vinë ato. Mjafton që të mirë menaxhohen ashtu siç duhet dhe të ecim përpara. Tregtia padyshim që do të zhvillohet, sepse një lëvizje me shpejt, qoftë me trena, qoftë me mjete motorike nga autostradat, e zhvillojnë tregtinë sigurisht. Mund të kthehen për shembull vende si Bullgaria, që ka një popullsi të konzervueshme, Rumania gjithashtu, në atraksionet, këto qytetarët e këtyre vendeve të preferojnë Shqipërinë për ta vizituar, për faktin që mund bëhet me automjet për 4 apo 5 orë. Nga 8 apo 9 që mund tjetë aktualisht Sofia. Lidi, po të shohim historinë e Shqipërisë ndër vite, pra jo sot, duhet të kemi parasysh që po nga Durrësi nis Via Egnatia, ndoshta një nga rrugët më të rëndësishme historike komerciale. Deri në Stamboll. Dhe nuk është rastësi që ne vazhdojmë të jemi të rëndësishëm për këtë gjë. Për sa i përket aspektit tregtar, Shqipëria do të vazhdoj të jetë e rëndësishme, sepse mjafton që të dalësh në rrugët e Shqipërisë dhe të shohësh që ndoshta gjysma e trailerave apo e kamionave që qarkullojnë në Shqipëri vinë nga Turqia. Ka det Turqia boll. Nga Turqia, nga Bullgaria. Ka det Turqia sa të doj. Përse vjen? Sepse aksesi që jep Shqipëria në mesdhe është shumë më komod se sa ai që jep Turqia nga krau tjetër, deti i zi Bullgaria dhe Rumania nga krau tjetër. Kemi kamiona që teknikisht tregojnë flukset tregtare.
se në qoftë se nuk do kishin çfarë të transportonin, nuk do vinin. Nuk do kalonin. Bullgaria ka porte, Rumania ka porte, por pozicionimi tyre gjeografik i bën goxha të vështirë aksesimin e tregjeve kryesisht Europës qendrore, por dhe mëtej dhe ne në Shqipëri me Adriatikun dhe Jonin si pjesë me Mesdheut e kemi shumë më komode për të shpërndar flukse tregtare. Automatikisht ku kalojnë flukse tregtare, ti je i aksesueshëm edhe për turizmin. Ndoshta jo sot, ne sot nuk e bëjmë dot Bullgarinë për Sofjen për shembull për 5 orë. Është ende herët. Por qoftë nga Kosova, qoftë nga Maqedonia e Veriut, është e pamundur. Nuk e bëjmë dot si për arsye infrastrukture, ashtu edhe për arsye kufitare. Burokracitë që mund të jenë vonesat. Kemi dogana. Pra, unë kthehem nga përpara disa ditësh nga një rrugë që nga Rumania drejt Shqipërisë toksore. Në qoftë se përpara ishte detyruar të kaloja 8 apo 10 dogana në varësi se çfarë itinerari do të merrja, unë do të humbisja të paktën 8 deri në 6 deri në 10 orë në për pika kufitare. Me heqjen e kufinve Rumani, Bullgari dhe Greqi si pjesë e hapësirës Schengen, ti ke vetëm një pikë kufitare që është Kapshtica. Greqia me Shqipërinë. Dhe rikuperon, do më thënë, ato 8 orë, 10 orë që do t'i bëjnë pika kufitare, sot i bën rrugë dhe je në kufi me Shqipërinë. Imagjinoni liria që do t'i japi, pra përveç infrastrukturës, kemi dhe aspektin burokratik, liria që do t'i japin kur të hiqen, jo në qoftë se do t'i hiqen, po kur të hiqen kufint dhe nga krau tjetër. Atëre, Sofjen ti do t'a bësh për 5 orë, sepse do t'a bësh edhe për infrastrukturën, edhe për shkak të mungesës së burokracisë. Janë të gjitha gjëra që janë të parashikuara. Normalisht nuk bën me një të rënë të lapsit dhe nuk flitet për nesër. Politika dhe investimet janë afatgjata. Këtë duhet ta kuptojmë, duhet kemi durim, ne nuk duhet të ecim më me kapçart-kapësh siç jemi mësuar. Zoti Uzuni, paralelisht, sepse në Shqipëri ka zhvillime në mënyrë të veçantë në lidhje me këtë sektor, paralelisht ditën e djeshme me këtë ministerial të korridorit 8 u zhvillua edhe një konferencë, ishte ministri Gonxha së bashku me shoqatën e investitorëve të pavarur turq Musiad. U diskutua bashkëpunimi dhe si shikoni eksperiencën turke në sektorin ton turizmit. Pra janë të ngjashëm sepse ajo all inclusive që ekziston në Turqi, në Shqipëri rrallë gjendet. Po ta nisim nga pika e fundit që u diskutuat. Sistemi i all inclusive që ka Turqia jo në Shqipëri, po nuk e bën dot në shumë vende të botës. Përpiqet kryesisht Egjipti, Tunizia, Maroku, përpiqen, po janë totalisht shumë larg. Përse ndodh kjo? Sepse Turqia ka një sistem të tërë të vënë të ngritur mbi këtë aspekt dhe nuk është i ngritur sot që gjërat janë të vështira për të menaxhuar. Është ngritur këtu edhe disa vite përpara, mbi 30 vjet përpara, ku i gjithë infrastruktura agroalimentare e rajoneve ku Turqia mbështetet për sa i përket turizmit është ndërtuar pikërisht për të furnizuar turizmin. Pra, marrim Antalën që ne shqiptarët e frekuentojmë shumë, apo komplet ajo zona aty, të gjithë prodhuesit agroalimentar të zonës punojnë për të furnizuar hotelet, rezortet. Dikur, ndoshta ka qenë me urdhër apo ka qenë detyruese që do prodhoni dhe do ja jepni hoteleve. Sot është bërë tregu i atij. Po është e detyrueshme, sepse ai e prodhon diçka që e ka të qartë dhe të sigurt që do e shesi dhe do furnizojë aty. Duke mbështetur këtë lloj tregtie me kilometër zero që kam vite që e trumbetoj si unë edhe shumë të tjerë, por nuk i kemi gjetur akoma zgjidhje për Shqipërinë, është edhe shteti mbi të. Që çfarë do të thotë?
Shteti është një farë garantori? Shteti përveç se është garantor, është edhe sponsorizues në shumë momente. Sepse ka periudha të këqija, ku mund të dëmtohen produktet, për shkak të klimës, motit, shumë gjërave që mund të ndodhin. Natyra po bëhet atëre hyn shteti në mes dhe ndihmon financiarisht këta prodhues që të mos falimentojnë sepse ja u prishi koha të gjitha këta, por të vazhdoj të prodhoj për vitin tjetër, paraqësisht se ç'a ndodhi këtë vit. Dhe duke gjetur mundësi që këto rezorte të mos ngelen pa produktet e nevojshme, duke furnizuar rezortet me anë të kompanive të tjera, apo dhe me anë të këtyre prodhuesve agroalimentar që ishin aty, në mënyrë të tillë që të vazhdojnë të ecin. Del produkti më shtrenjtë se sa ka parashikuar rezorti apo biznesi, prap subvencionon shteti. Pra i mbron të dyja palë. Pikërisht, pra nga të gjitha anët, shteti është ai rregulatori që duhet të jetë. Është e vërtet që shteti fuqishëm ka fuqi financiare për të mbajtur këto lloj siklete në momentin që ndodhin. Mund të gjejmë dhe ne alternativa të ndryshme. Duhet të kuptojmë dhe tjetrën, rezortet në Turqi janë 9 muaj aktiv. Ndërkohë që ne nuk, nëse i bëjmë 6 ku ka si ne. Dhe automatikisht fakti që është 9 muaj i jep më shumë konsum, kërkesa për konsum është shumë e madhe se sa është në Shqipëri, por dhe prodhimi është shumë e madhe se sa është në Shqipëri. Pra shkojnë në linjë të drejtë për drejtë. Ata mund të vinë me shembuj, por nuk mund të kopjohet. Ata mund të vinë dhe të përshtasin. Është e vërtet që mund të vinë dhe të përshtasin modelin, sepse vinë me nga një eksperiencë goxha të madhe. Për sa i përket Bullgarisë, Bullgaria ka pasur një problem shumë të madh me Bregdetin dhe plazhet atë që po e përjetojmë dhe ne deri diku. Ka pasur hapësirat njësoj si ne? Ka pasur hapësirat, por nuk është se i u ndërtua në mënyrë kaotike, se nuk ishte ky interesi, flasim edhe për 30 vite më përpara, pra, ku imobiliare duke si barr, nuk është se duke si profitim financiar. Bullgarinë e sistemuan kompani menaxhimi turizmi gjermane. Dhe të mendosh që Gjermania nuk është se shquhet për plazhe dhe për pushime verore, fakti që ata erdhën dhe vendosën autoritetin e tyre aty, e sistemuan. Sot dhe Bullgaria ka all inclusive, nuk e ka si Turqia. E kopjoj, pra kompanitë e menaxhimit gjermane që operuan atje përshtatën modelin turk për nevojat që kishte, dhe jo vetëm për nevojat, edhe për specifikat që kishte Bullgaria. Ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Unë jam i bindur se zoti Gonxha është një nga të paktit që e njeh sektorin shumë mirë si turizmin, si transportet dhe di se çfarë kërkon. Pra i ka idetë e qarta. Çështja është që shpeshherë në Shqipëri nuk lihen specialistët të punojnë. Zoti Gonxha ka treguar që mund të këmbguli në atë që do dhe t'ja arrijë, sepse e ka treguar në detyrat e tjera. Por me Turqinë duhet pak kujdes, po mund të arrihet. Dhe mund të arrihet edhe duke e marrë si investitor. Sigurisht. Edhe investimet i përshtasin me realitetin tonë. Pikërisht. Gjithsesi, supozojmë që mund bëhet një marrëveshje mes fermerëve, ata që prodhojnë dhe hoteleve që konsumojnë. Modeli më i mirë i menaxhimit, cili është? Ky që kemi aktualisht është disi kaotik, por deri diku i përgjigjemi të gjitha kërkesave. Ka pafund shtëpi në Airbnb, ka hotelet vegjël që mund të ofrojnë një apo 2 vaktes, ka edhe all inclusive, pra oferta është e larmishme. Atëherë, ne jemi një vend mjaftueshëm i vogël për të pasur menaxhim familjar, dhe mjaftueshëm i madh për të pasur larmishmëri tipologjish menaxhimi. Çfarë do të them? Po të shohim Greqia, është e bazuar në ndoshta mbi 70% në struktura me menaxhim familjar. Po. Dhe kanë zgjedhur këtë metodologji, edhe shteti i ka shtyr drejt kësaj metodologjie, sepse një strukturë me menaxhim familjar mund të mbajë në punë të punësuar një familje të tërë. Dhe çdo familje me strukturat e tyre, shteti heq një barr nga kurrizi për punësimin dhe mban
aktiv një stil turizmi që ata e kanë konsideruar më pranë turistit. Pra, kur struktura e menaxhimit është familjar, atëre ai që ofron shërbimin me turistin bën bashkë. Sigurisht. Pra, është ky afrimiteti, lidhja drejt për drejt, afrimiteti që krijohet, ajo sinergjia që krijohet mes marrësit dhe dhënësit të shërbimit dhe eksperjenca unike, kulturore dhe tradicionale. Atë që unë them prej kohësh që shiko, ne na duhet që të mësojmë të shesim Shqipërinë tradicionale, jo ta modernizojmë Shqipërinë, se nuk jemi Dubai dhe nuk do doja që të ishim Dubai. Dhe në këtë lloj aspekti, ne kemi mundësinë që t'i bëjmë të dyja sot. Kemi struktura me menaxhim familjar. Problemi është që kur këto struktura fillojnë edhe ngrihen mjaftueshëm financiarisht, atëre ne i heqim menaxhimin familjar dhe kalojmë në menaxhim korporate më shumë, ku i pari familjes, zakonisht babai në familje, le fëmijët jashtë biznesit, le bashkëshorten jashtë biznesit, për të ngritur një strukturë biznesi korporatiste, që mund ta quaj, pra duke punësuar të tjerë të jashtëm. Ka të mirat e të këqijat e veta, po ajo çka përse bëhet tek ne është sepse ne jemi ndoshta pa eksperiencën e duhur në aspektin e menaxhimit të bizneseve turistike dhe mendojmë që duke larguar familjen mund të ofrojmë një shërbim më cilësor në një strukturë të vogël. Jam dakord, do ndërtosh një resort 300 dhoma, familja nuk mund të mbajmë. Edhe fisi se mban do të. Pikërisht, aty familja mund të rrijë brenda menaxhimit, por duke u zgjeruar. Por fatkeqësisht kam parë edhe një si akomoduese apo aktivitete të tjera që mund ta mbajë një familje pas lloj problemi, duke u punësuar, duke u vetë punësuar dhe më pas duke trashëguar atë që bën Greqia prej më shumë se 50 vjetësh tashmë. Tamam në kulturë apo në traditë. Fëmijët i çojnë për të studiuar pikërisht për atë që do të bëj me biznesin. Tek ne, ndoshta kemi parë demokracinë pak më mbrapsht se sa duhet, por kemi mungesë hallkash këtu. Dhe normalisht që kemi dhe rezorte, sepse kemi investime nga rrjete hoteliere të mëdha. Kemi në Gjirë të Lalzit, kemi në Sarand, kemi në Durrës, të cilat këto kanë ikur nga menaxhimi familjar prej kohësh tashmë. Prandaj them që ne mund t'i bëjmë të gjitha, sepse ende i kemi mundësit për t'i bërë të gjitha. Por, për eksperiencë turistike, autentike, tradicionale, duhet menaxhimi familjar. Duhet patjetër, sepse edhe njësitë janë vogla, është në disa raste e pamundur për t'i zgjeruar ato. Edhe një pyetje të fundit, zoti Ozuni, për ta mbyllur bisedën. Jemi në muajin e 2 të 2026 dhe padyshim një pjesë e mirë e bizneseve kanë filluar përgatitjet për kulmin e sezonit. 3 apo 4 apo edhe 5 muajt e verës. Si e parashikoni këtë vit dhe ç'është më e rëndësishmja, fuqia punëtore, burimet njerëzore janë stabilizuar? Fatkeqësisht burimet njerëzore nuk janë stabilizuar, vazhdojmë të kemi të paktën parashikohet të njëjtat problematike që kemi pasur dhe në vitet e kaluara, ndoshta si vjet me një përmirësim deri diku, sepse një pjesë e mirë e njësive akomoduese që bëjnë fluksin më të madh operacional në industrinë turistike e kuptuan vitet e kaluara dhe i kanë mbajtur në kuptimin e mirëfillt fjalës me dhëmb punonjësit e duhur aty, duke i paguar edhe gjatë periudhës ku nuk kanë pasur aktivitet, në mënyrë të tillë që të mos i lënë të largohen as jashtë Shqipërisë as në veprimtari të tjera brenda vendit, por jemi ende shumë larg asaj çka duhet të jemi. Shpresoj që të kemi kuptuar pak a shumë se çfarë duam, sepse edhe ky është një problematikë më vete, pra thjesht edhe bizneset shpeshherë nuk e dinë se çfarë tipologji punonjësi duan dhe shpeshherë zgjedhin të marrin atë punonjësin pa pikën e eksperiencës sepse mendojnë që do e paguajnë më pak dhe do kenë profitime më të mëdha, gjë që është edhe kjo e gabuar, por shpresojmë që si vjet të jenë mirë menduar këto gjëra. Do vazhdojmë fatkeqësisht i kemi këto problematika deri në momentin ku do të stopojmë rrjedhjen e fuqisë punëtore, sepse po vazhdojmë po ikim dita ditës, ndoshta me numra pak më të vegjël, po ikim. Po ikim sërish. Gjithsesi ka një zhvillim pozitiv, zoti Ozuni, një çështje që ne kemi diskutuar shpesh,
jashtë sezonit veror shteti të mbuloj shpenzimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Është një kërkesë e marrë parasysh, këtë vit me shumë mundësi nuk do të aplikohet sepse edhe në buxhet nuk parashikohet gjë, mund të ketë ndonjë rishikim të buxhetit pas shtatorit, por me shumë mundësi do të fillojë zbatimin në 2027. Kjo mund të ofrojë më shumë qëndrueshmëri? Normalisht ky ishte hapi i parë që duhej bërë ndoshta vite më përpara, por atëherë ne nuk e ndinim nevojën dhe tash që po e ndjejmë nevojën. Nuk ishim shumë turist, nuk ishte kërkesa kaq e madhe, nuk kishim turist jashtë sezoneve, nuk prisnim që të kishim këtë lloj viralitetin në rrjetet sociale që kemi. Pra janë shumë aspekte. Sepse është e kollaj të ngrihesh në mëngjes të thuash shteti nuk e bëri, shteti nuk e bëri, shteti nuk e bëri. Tek shteti hymë edhe ne. Pra, kur unë nuk e di që jam specialist njohës si fushës, nuk pres që ta di një qytetar i thjesht dhe të parashikojnë qytetari thjesht. Pra, ca gjëra duhen adaptuar edhe duke ecur. Okej, mund të ishte bërë për para 5 viteve. Për këtu jemi dakord. Por duhet kuptojmë që nuk flitet as për një adaptim buxheti aq kollaj, sepse diskutojmë për vlerat më dha. Pra, nuk flasim për 500 punëtor. Diskutojmë për disa mijë punëtor. Dhe disa mijë punëtor duke paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, normalisht duhet planifikimi mirë. Pra janë ca gjëra që duan kohën e vet, por në momentin që nisin, atëre marrin rrugën. Është një avantazh shumë i madh sepse ky është modeli grek. Modeli grek në zonat e ishujve ku turizmi nuk është 12 muaj, mund të jetë 8, 9, 7 muaj dhe ata e mbajnë punonjësit. Pra po të shkosh në ishujt Greqi, do shohësh ato punonjës që vazhdon është aty. Dhe ti thua, e mendon si i del kompanisë hotelit që ta paguaj, sepse ka mbështetjen. Shteti paguan ka mbështetjen. Pra, nëse në Turqi mbështetja vjen në një formë, në Greqi vjen në një formë tjetër. Erdhi koha që edhe në Shqipëri të vijë në një formë apo në disa forma të ndryshme nga pak për ta menaxhuar. Unë them se aty do të bëhet ndryshimi, aty do të jetë kthesa e madhe e burimeve njerëzore. Zoti Uzuni, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit ju për ftesën.